Bismillahirrahmanirrahim. Motra, vëllezër, besimtar e besimtare të gjithë, e kemi një rast ideal që t'i lutem Allahut për mirësitë dhe begatitë e panumërta që na i ka dhuru. Prandaj fjala e Allahut Kur'ani Kerim, që thot Zoti me Kur'an, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, muaj Ramazanit ka zbrit Kur'ani. Pa fjet dyshimi, njëri prej roleve kryesore në jetën tonë, në jetën e suksesit, në jetën e avancimit, në jetën e progresivitetit, në jetën e bereqetit, që njerëzimi ka më shumë se nevojë se kur njëherë që ta ndjej aromën e jetës ti me shpirt dhe me zemër, është fjala e Allahut, është Kur'ani Kerim. E sidomos në Ramazan, ti ngritun kapacitetet tona, mënyrë që të lexojmë më shumë fjalën e Allahut, të meditojmë për fjalën e Allahut, të studiojmë fjalën e Allahut, ta prekum çdo porë të jetës me fjalën e Allahut, mënyrë që jeta jonë të ketë kuptim të plot, duke e mësu, duke studiu, duke e lexu, duke meditu, duke eksploru margaritar të mëdhej që na i ofron fjala e Allahut, Kur'ani Kerim. Allahu Dhul Gjelal me Kur'an ka dash njerëzit të nxjerrë nga errësira në dritë. Madje në surën Ibrahim në ajetin e parë e tregon Allahu Azza wa Jall se Allahu ka zbrit këtë Kur'an për të nxjerrë njerëzit nga errësira në dritën e vetme. Pastaj është fjala e Allahut, ndërtimi i fjalëve, radhitja e tyre në për sure, vendosja e tyre në për kapituj, renditja e tyre në për mushaf, librin e Allahut, komplet direkt është prej Allahut. Prandaj është kënaqësi kur ne e prekum, e lexojmë, e shikojmë. Subhanallah, është kënaqësi se e dim se kështu Zoti jon flet. Zoti jon neve na flet me Kur'an. Flet edhe të njëjtën kohë edhe na thret. Edhe na kur e lexojmë e përjetojmë se Allahu neve po na flet. Është një përjetim i jashtëzakonshëm, e sidomos në Ramazan. Neve Allahu Azza wa Jall na afron tek ai me Kur'an. Për këtë arsye thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush dëshiron të flasë me Allahun, le ta lexoj Kur'anin. Është Kur'ani mburoj e shpirtit, e zemrës. Është mburoj e besimit ton, është mburoj e identitetit ton, është mburoj e ngjyrimit ton. Kur'ani neve na forcon imanin, na shton besimin, na shton qetësinë. Kur'ani neve na jap vizionin. Me Kur'an na i zgjidhum problemet tona, me Kur'an i lehtësojmë vështirësitë tona, lodhjet na shndrrohen energji me fjalën e Allahut. Ne me Kur'an e gjejmë mënyrën se si t'i lojmë borxhet tona. Ne nëpërmjet leximit të Kur'anit ne e mbrojmë veten dhe familjen tonë prej fatkeqësive. Ne me Kur'an e qetësojmë shpirtin ton dhe i japum vetes një imunitet të madh në jetën e kësaj bote, por gjithsesi edhe në ahiret. Patjetër se leximi jon i Kur'anit do të shndrohet nesër në ditën e Kiametit ndërmjetësues për ne. Pa fije dyshimi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal, ka thonë namazi, agjerimi, edhe Kur'ani, leximi i Kur'anit, pra nesër në ditën e Kiametit do të ndërmjetësojnë. Madje na ka kallëzuar qysh, ka thonë ky Kur'an e kumlon pa gjumë, e pa pushim. Ky agjerim kumlon pa hangër, pa pije, pa kënaqësi legjitime. Andaj Allahu Dhul Gjelal do ta pranojë ndërmjetësimin e Kur'anit dhe agjerimit për ne. Andaj, o vllazën, o motra, e janë të lexojmë, e janë të qasemi këti muaj me lexim, me meditim, me eksplorim. Është kënaqësi e jashtëzakonshme, po mbi të gjitha kur e dimi që melekët nuk dinë me lexu. E ato vinë neve për me na ndëgju. Aq shumë presin, një vit presin, se e din me lekë se në tokë lexohet Kur'ani, sepse është muaji i Kur'anit, muaji i Ramazanit. Neve na ka dhënë kjo mundësi. Kjo është një begati e madhe që ka dhënë besimtarit njeri. Andaj, çka kiti pse nuk lexon? Pse nuk i kthesh Zotit duke lexuar Kur'an, kur e din që me lekë të rrethojnë shtëpinë tënde, vendin tënd, dhomën tënde, zyrën tënde, kudo që të jesh, lexo e ndëgjo se me vete ki me lekë që vinit për cilin, edhe lutën për ty, edhe qa shumë është interesant, ata që nuk gabojnë kur të lakmojnë ty. Allah i rujtë, e qofshit faqe partë.